Ushtria izraelite ndërpren rrugtimin e anijes Medlin, e cila ishte nisur për të dërguar ndihmë në ripin e Gazës. Në anije ishte aktivistja Greta Thunberg, antarja e Parlamentit Evropian Rima Hasan, aktori Liam Cunningham, si dhe 12 aktivistë të tjerë. Greta në një deklaratë të saj tha: "Jam gati të jap jetën time për 100 kg miell të mbri në Gaza." Sipas organizatorëve, Medlin transportonte ndihma urgjente për popullsinë e Gazës, përfshir ushqime bazë, produkte për foshnja dhe gra, pajisje për pastrimin e ujit, materiale mjekësore dhe proteza për fëmijë. Ministria e Jashtme izraelite ka konfirmuar se ushtria ka sekuestruar anijen humanitare Medlin, e cila po lundronte drejt Gazës dhe po e tërheq drejt brigjeve izraelite. Sipas deklaratës zyrtare, aktivistët në bord do të dëbohen në vendet e tyre të origjinës. Forcat detare udhëzuan Medlin të ndryshonte kursin për shkak se po i afrohej një zone të ndaluar, sipas bllokadës detare ligjore që zbatohet ndaj Gazës, tha ministria në një postim në rrjetin X. Koalicioni i Flotillës për Liri ka denoncuar se forcat izraelite rrëmbyen aktivistët vonë të dielën pasi anija u bllokua në ujërat ndërkombëtare. Komunikimi me anijen është ndërprerë që prej ndërhyrjes ushtarake. Pamje të mëparshme treguan anijen të rrethuar nga mjete izraelite me ushtarë që urdhëronin aktivistët të ngrinin duart. Sipas deputetes francezo-palestineze Rima Hasan, në bord u aktivizuan sirena pasi dronët izraelit spërkatën anijen me një lëng të bardhë. Raportuesja speciale e OKB-s Francesca Albanese konfirmoi se mbi anije u pan 2 dronë të tipit të rrezikshëm. Anija Medlin, 18 metra e gjatë, u nis me një qershor nga porti i San Giovanni Licuti në Catania të Italisë, si pjesë e misionit të fundit të koalicionit për Flotillën e Lirisë për të thyer bllokadën izraelite ndaj Gazës dhe për të shpërndarë ndihma emergjente.